Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju nis me kartën Burr i pjekur. Kjo kartë, pa dallim gjinie, sjell energjinë e përvojës, mençurisë dhe pjekurisë emocionale. Gjatë kësaj jave mund të ndiheni më të prirur për të analizuar situatat me qetësi dhe për të mos reaguar menjëherë ndaj çdo sfide që mund të shfaqet. Burri i pjekur mund të përfaqësojë një burr konkret në jetën tuaj që mund të ketë ndikim të rëndësishëm, por gjithashtu mund të tregojë edhe një periudhë ku vetë ju po veproni me më shumë maturi. Kjo është një kartë që flet për vendime të menduara mirë dhe për aftësinë për të parë përtej asaj që ndodh në sipërfaqe. Më pas kemi kartën e komunitetit. Komuniteti thekson rëndësinë e njerëzve që ju rrethojnë, miqt, kolegët, familjarët ose një grup me të cilin ndani interesat të përbashkëta, që mund të luajnë rol të rëndësishëm gjatë kësaj jave. Pra mund të merrni mbështetje, këshilla ose të kuptoni se nuk jeni vetëm në një situatë që mund t'ju ketë shqetësuar. Komuniteti gjithashtu ju kujton se ndonjëherë ndihma vjen përmes lidhjeve njerëzore dhe jo përmes përpjekjeve individuale. Më pas kemi kartën mendime. Kjo kartë tregon se mendja juaj është shumë aktive dhe e përqendruar në një çështje të caktuar. Mund të kaloni shumë kohë duke reflektuar mbi një person, mbi një vendim ose mbi një plan për të ardhmen. Ka mundësi që të analizoni çdo detaj duke kërkuar siguri përpara se të hidhni hapin e radhës. Megjithatë, unë do të thoja se karta ju këshillon të mos mbeteni vetëm në botën e mendimeve, sepse disa përgjigje vijnë vetëm përmes veprimit. Më pas kemi kartën varfëri. Kjo kartë nuk flet domosdoshmërisht për mungesë financiare, por më shpesh flet për ndjesinë se diçka ose dikush mungon. Mund të ndiheni të pasigurt për një situatë ose të mendoni se nuk keni aq mundësi sa do të dëshironit. Shpesh varfëria shfaqet kur njeriu fokusohet te ajo që nuk ka dhe harron të vlerësojë atë që tashmë zotëron. Kjo kartë ju thërret të shikoni më qartë burimet, aftësitë dhe mbështetjen që ekziston rreth jush. Më pas kemi kartën Fat i madh. Pas kartës së varfërisë, kjo kartë sjell një kontrast shumë të fortë dhe shumë pozitiv. Fati i madh sugjeron se situata është më premtuese se sa duket në moment. Mund të vijë një mundësi, mund të vijë një zgjidhje ose një zhvillim që ju rikthen besimin dhe optimizmin. Fati i madh shpesh tregon se pas një periudhe pasigurie, fillojnë të shfaqen arsye konkrete për të parë përpara me më shumë shpresë. Më pas shfaqet karta Burri kryesor. Kjo kartë ju vendos në qendër të historisë. Burri kryesor tregon se vendimet, veprimet dhe qëndrimi juaj do të kenë ndikim të madh në mënyrën se si zhvillohen ngjarjet. Nëse burri kryesor lexohet për një burr në jetën tuaj, atëherë karta e përfaqëson drejt për drejt këtë person. Nëse burri kryesor lexohet për një grua, atëherë kjo kartë mund të tregojë një figurë mashkullore me rëndësi të veçantë. Gjithsesi, mesazhi kryesor është se ju nuk jeni thjesht spektator i ngjarjeve, por pjesëmarrës aktiv në to. Më pas kemi kartën Person zyrtar. Kjo kartë sjell energjinë e strukturës, energjinë e autoritetit dhe përgjegjësisë. Mund të lidhet me një person që ka rol drejtues, mund të lidhet ndoshta me një institucion ose me një situatë që kërkon seriozitet dhe organizim. Gjatë javës mund të jetë e nevojshme të merrni një vendim të rëndësishëm ose të përballeni me një çështje që kërkon qartësi dhe profesionalizëm. Kjo kartë tregon se rezultatet më të mira mund të vinë përmes disiplinës dhe veprimeve të menduara mirë. Në Prism Oracle kemi kartën Lëvizja.
Kjo kartë është zemra e gjithë panoramës. Lëvizja tregon se gjërat nuk do të mbeten në vend numëro. Edhe nëse aktualisht ndiheni në pritje ose në pasiguri, energjitë po lëvizin dhe situatat po zhvillohen në sfond. Lëvizja ju thërret të mos qëndroni të kapur pas asaj që ka qenë, por të jeni të gatshëm të ecni përpara kur të hapet rruga. Pra kjo javë ju thot të lini pas ndjenjën e mungesës dhe të shihni më qartë mundësitë që po krijohen rreth jush. Mbështetja, mençuria dhe veprimi i duhur mund të sjellin përparim më të madh nga sa prisni. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: kur ndryshoni mënyrën se si e shihni rrugën, fati fillon të lëviz në favorin tuaj.